Përshëndetje të gjithëve. Mishqengji i pjekur ngadalë në furrë me dru si dikur, me aromë feste dhe traditë shqiptare, do jetë receta e ditës së sotme. Në fakt këtë recetë e përgatita për Krishtlindjet dhe sot po e ndaj me ju. Është një recetë që ruhet fare mirë aroma e qengjit dhe pa përdorur erza. Fillojmë me përgatitjen. Pasi e kemi larkulluar mishin e qengjit, sigurisht që e kemi prerë, dhe pse duket i ngjeshur në tavë, gjatë kohës që piqet ai mblidhet, po i shtoj pak krip, i shtojmë pak vaj ulliri, pasi mishi i qengjit është goxha i dhjamur dhe është i rëndë, ndaj nuk do t'i shtoj shumë vaj. Kam shtuar edhe një gotë 200 ml me ujë, të cilën nuk e kam marrë kamera. Këtu kam letër furre, të cilën e kam lagur më parë dhe mbulojmë tavën. E përshtasim në të gjithë sipërfaqen e tavës, duke e ngjeshur që të krijoj avuj dhe të zbutin mishin. Futim në pjesën e brendshme. Sipër do ta mbulojmë me letër alumini dhe direkt në furrë me dru. Për 2 orë unë nuk do ta ngacmoj, thjesht do ta rrotulloj në furrë dhe do ta lë që të piqet ngadalë. Por kur është i mbuluar me letër, nuk merr atë ngjyrën e kuqe. Ndaj, pasi të piqet për 2 orë dhe mishi të jetë zbutur, atëherë unë do ja largoj letrën e furrës dhe do vazhdoj pjekjen derisa të marrin atë ngjyrën e bukur të kuqe. E vendosim në furrë. Dhe shikoni se si duket mishi. Është një recetë e thjeshtë, por plot shije në një ditë të veçantë si Krishtlindja. Mishi u bë aq i butë sa shkriej në gojë. Gëzuar festat miq, me dashuri nga kuzhina ime për ju. Ju falenderoj që më ndiqni.